Dhe të dashur mi që jemi kështu bashkë në pjesën e parë të emisionit, pas intros ku I paralajmërova të gjithë të ftuarit, temat të cilat do t'i diskutojmë sot, temat të cilat me të vërtet jemi të obligueshëm edhe moralisht t'i njohim si prindër, sepse çdo gjë që lidhet rreth familjes, rreth fëmijëve tanë, është në përgjithsinë tonë si prindër. Gjërat të përgjithshme që duhet t'i njohim, sidomos simptomat të përgjithshme të smundjeve të ndryshme që mundohemi çdo të diel të punojmë në vetëdijsimin shëndetësor, në vetëdijsimin social, sidomos tek prindrit e në përgjithësi te familja. Të gjitha përgjigjet që marrim nga ekspertët e fushëve të ndryshme të cilët vinë në studion tonë janë jetike dhe na duhet t'i dimë dhe t'i njohim të paktën sipërfaqësisht disa prej çështjeve elementare të mirëqenies së familjes dhe fëmijëve tanë. Unë thashë në pjesën e parë të emisionit do të flasim për retencën e testisit, një problem shumë serioz, por që përveç që nuk diskutohet shumë, po ashtu mund të them që pak prindër kanë njohuri. I dërgojnë fëmijët në kontrolla rutinore të ortopedi, tek oftalmologu në rast të rekomandimeve, kontrollat të ndryshme, po shpesh e injorojmë si fakt ku ka një rëndësi po ashtu jetike. Për mos me kriju panik tek prindrit, retenca e testisit nëse nuk diagnostikohet herët dhe të intervenohet herët, mund të ndikojë deri tek infertiliteti I djemve. Po normalisht që këto përgjigje do t'i marrim nga gjithmonë burimet të sigurta, njerëz profesionist që mirën çdo ditë me këtë punë, që kanë njohuri dhe që ata siç kanë thonë është pikërisht burimi kryesor, dhe jo nga Google, jo nga lajmet e përkthyera. Unë e thash në fillim të emisionit që këtë temë do ta flasim me kirurgun e fëmijëve, doktor Baton Kelmendin, I cili tashmë është studio me mua. Mirë se erdhe, doktor Baton. Mirë se vjetëm. Shumë kënaqësi me të pas studio. Kënaqësia është e imja. Unë e thash që është një prej temave që ndoshta për juve është përditshmëri, por jo shumë prind kanë njohuri, e sidomos nëse nuk vihet në fokus nga pediatrit, neonatologët të bëhet si kërkesë, ndoshta edhe neglizhohet komplet si informacion. E vërtet. Është një patologji të cilën e hasim në gjatë punës tonë. Si mbas vetë emrit e kuptojmë që është patologji që e prek gjinin e mashkujve, domethënë djemt mashkuj. Zakonisht diagnostikohet me njëherë pas lindjes. Tash bisedojmë pak më në detale, po ndonjëherë duhet pritet edhe deri në 6 muaj, që më vërtetu a na ka zbritur testisin qesën skrotale apo jo. Është në operacionet të cilat na I quajmë ditore, çka nuk kuptojmë me operacion ditor. Me operacion ditor janë ato operacionet të cilët pacienti ditën që operohet lëshohet në shtëpi. Domethënë quhet operacion ambulantor. Dhe nuk është I komplikuar diçka. Nuk është I komplikuar, po damet sigurisht sipas disa statistikave që kanë bërë disa kolegë në Universitetin e Leuvenit në Belgjik, është vërtetuar që ka të bëjë edhe shumë profesionalizmi. Domethënë përvoja e kirurgut, komplikimet janë shumë më të vogla në këtë rast tek kjo patologji. Po para se dalim tek intervenimi dhe operacioni, ka shumë rëndësi sepse ka plot nëna shtatzana, prindër në planifikim të cilët dëshirojnë ta njohin si problematik ose si anomali. Kjo nuk dallohet në ultrazonin gjatë shtatzanisë nga ginekologu, domethënë. Nuk në patologji që bëhet screening me ultrazon gjatë shtatzanisë. Zakonisht mbas çdo lindje të gjinisë mashkuj, nga ekipi neonatologëve diagnostikohet a ka mungesë të testisit në qesën skrotale ose jo. Shumicën e rasteve, shumica absolute e rasteve, ata dërgohen për një kontroll në kirurgjinë e fëmijëve. Prandaj kirurgu I fëmijëve e përcjell dhe vërteton a është me të vërtetë kemi të bëjmë me kriptorizëm apo kemi të bëjmë me në patologji tjetër. Po, me që e the pak më herët që nga një herë pritet deri në 6 muaj. A ndodh kjo sepse disa fëmijë lindin me atë problematike, disave ju shfaqet rrugës? Po, kjo lindin në fakt, patologjia është e lindur, po duke I parë mekanizmat, se kjo është ta quajmë një patologji që është multifaktoriale. Shumë faktorë ndikojnë për paraqitjen e kësaj patologjie. Shkaku I sakt ende është duke u zbuluar. Ndoshta është operacion trajtimi është shumë I lehtë, por shkaku në këtë rast është shumë problematik. Supozohet që kanë të bëjnë edhe niveli hormonal gjatë lindjes, dhe ne njohim 2 faza të zbritjes të testisit. Në 95% të rasteve është e atakuar faza 2, që domethënë testisi na ngjes në kanalin inguinal. Rastet më të ralla kur testisi na ngjes intraabdominal. Kjo domethënë që nuk është e atakuar shkalla hormonale, mekanizmi hormonal,
po është mekanizmi i zbritjes apo fryrjes të gubernakullumit. Do të thonë që nuk zbret hiç fare testisi, jetë nalt. Pse pritet 6 muaj, se sidomos te prematurt, që paraqitet shumë shpesh, prematur apo proshikus fëmijët e lindur para kohe. Kjo paraqitet shumë shpesh, pritet deri në 6 muaj, se ka raste që gjatë muajve të parë të jetës testisi zbret vetë edhe fiksohet në qesën skrodale. Që të jemi më të qartë edhe të na kupton audienca, i kemi disa fotografi, të shkojmë bashkë tek monitori Dr. Baton, në mënyrë që t'ju spjegojmë më saktë. Nëse ju neonatologu, të pakten edhe prind pak a shumë le të keni informacion. Këtu e kemi rrugën që e quajmë fiziologjike të zbritjes të testisit në qesën skrodale. Paraqite abdominal, kur testisi ka ngesë në hapësirën intraabdominale, këtu e kemi shkruar 15, po zakonisht është 10 deri në 5%. Shumicën e rasteve, testisi ngesë në kanalin inguinal, në kanalin e sipërm ose kanalin e poshtëm, në rrugën preskrotale. Raste tjera që janë normale, testisin e gjejmë poshtë. Pse pritet 6 muaj, zakonisht që ky testis mbas 6 muajve e gjejmë në qesën skrotale. Ku problemi kësaj problematike? Është për shkak se mekanizmi i cili e mbron testisin është temperatura. Temperatura në qesën skrotale është 33 gradë. Do të thotë që shumë më ulë se temperatura e organizmit apo temperatura e njeriut. Tu e di që lëkura e qesës skrotale nuk ka vjam, mekanizmi termoregulimit këtu është shumë i lehtë. Në kanalin sipërm e kemi 35 gradë. Intraabdominal e kemi 37 gradë. Do të thotë që kjo temperaturë që për neve është 2-3 gradë nuk ndikojnë shumë. Mbrenda disa viteve e shkatron komplet testisin. Do të thonë qelizat germinative të testisit janë komplet të shkatruara. Si rezultat, si rezultati i temperaturës të lartë. Po si rezultati i kësaj mund të shkaktohet infertiliteti. Shkaktohet infertiliteti 100%. 100%. Nëse kemi me pacientin në kod është me kohë shtyr të intervenimit, do të thonë sipas statistikave janë në Kosovë vitin 2011 e pa të nxjerrë një mesatare, kanë qenë diku 7.2 vjeç mesatarja e intervenime. Mandej me kohë kemi arritur që kemi ulë në 5. Po problemi është që a është vonë? Po. Vonë është. Zakonisht në perëndim operohen deri në moshën 1 vjeçare. 1 vjeçare është që kryet, ne është deri në 2 shkojmë, zakonisht vetëm raste të ralla të cilat ju kanë ik familjarëve, që rastësisht gjatë kontrollave të pediatrit është vërtetuar, atëherë vinë me operu. Po intervenimi hershëm është patjetër që duhet me qenë. Mosha 1 vjeçare andej duhet me operu. Po, doktor Baton, nështë një pyetje që të bëhet çdo ditë prej prindërve, po a shkakton edhe ndonjë simptom dhimbje ose të qara ose Jo. Përveç fizikisht që preket dhe dallohet. Fizikisht. Nuk ka ndonjë shenjë tjetër. Nuk ka ndonjë shenjë tjetër dhe palpimi i testisit duhet bëhet nga një profesionist. Se duhet të është metoda, më thonë ajo metoda si ta përkthej pe anglisht, është mjelje ku me gishtin e madh, më thonë e fiksojmë lart dhe të rjekim. Se nëse e shtym prej poshtë, çdo pacient ka më na dalë që është me retencë, se e kthejmë testisin vetë nalt. Kështu që duhet palpimi të bëhet për njerëzve profesionistë. E kemi edhe fotografi tjetër që të paktën jemi mundu, ja kështu është një foshnjë, domethënë. Kjo është diçka tjetër për këtë flasim pak më vonë. Kjo është një ndër komplikimet e kësaj. A ta ndrojmë pra fotografi? Jo në rregull, që ku e kemi kanali, bon kjo e treta, të lutem. E treta mbes. Po. Okej. Në rast se nuk preket, që për shkak në nalt pamballbull, do të thonë që është i paprekshëm, kjo zakonisht është raste kur e kemi në intraabdomen. Ose kur fëmijët janë pak më shumë me peshë, që me tip konstitutiv adipos, nuk mundesh me pret. Kjo rruga normale e testisit që zbret, do të thonë inicion diku rreth javës të 5 gjestative, të javës 35 gjestative, do të thonë pas lindjes, që zbret, po ka raste që duhet me prit deri në 6 muaj derisa fiksohet poshtë. Rruga zbritjes. Ndërsa ne kemi një rrugë e cila është, do të thonë ta quajmë ektopike, kur testisi nuk zbret në rrugën e vetë fiziologjike, po ta quajmë e humb rrugën, edhe fiksohet në pozita jo normale. Edhe kjo duhet të operohet. Edhe kjo duhet të operohet. Edhe kjo operohet. A ka ndonjë metodë, doktor Baton, tash ndoshta secili prind e ka frikën e anestezionit, e operacionit, duket si term pak. A ka ndonjë metodë fizike ose diçka që mund të shtyhet? Mirë që e përmende. Nuk ka metodë. S'po du me thonë masazh, po diçka të ngjashme. E kuptova, me tërheqje me këto jo. Në këtë rast kemi të bëjmë, domethënë, përveç se testisi është i shkurtë që e quajmë na, shumicën e rasteve është i fiksuar me inde për rreth, duhet mu liru. Prej muskujve kremaster që i quajmë na, që është i fiksuar aty. Përpara një kohë gjatë janë dhënë hormonet, po fatkeqësisht në Kosovë ende në disa vende po vazhdojnë mu trajtu me hormone, që sipas shoqatës të kirurgëve evropianë, domethënë edhe amerikanë, hormonet nuk duhet po përdor. Nuk duhet. Jo, ajo është teknologji e viteve 60-ta, është shkencë e viteve 60-ta.
është vërtetu që nuk ka rol kurfar roli në zbritjen e testisit. S'ka pas efekt. Terapia hormonale, në qoftë se është testisi, është edhe ato patologji e diskutojmë që e quajmë në testisi mobil që lëviz, e njerëzit shpesh mendojnë që për shkak të hormoneve ka zbrit. Jo, ai ka qenë prej fillimit testis mobil që ka lëviz nalt e poshtë. Po studimet e fundit tregojnë që terapia hormonale shkakton apoptozë të qelizave të testisit, që do të thonë i shkatron qelizat e testisit. Duket që ka rujt formë për shkak se bëhet edem, ajtje, po efekti afatgjat është i kundërt. Do të thonë hormonet nuk duhet të hipen në këtë raste. Zgjidhja vetme është ndërhyrja kirurgjike. Sa i përket terapisë hormonale, është një lloj hormoni i cili nuk gjendet në tregun tonë, LHRH, do të thonë lutein hormone releasing factor, është hormoni luteinizus, faktori i lirimit të hormonit luteinizus. Është një koleg në Zvicër që ka bërë disa ulëmtime dhe ka vërtetuar që spermatogjeneza të pacientat që kanë marrë atë lloj hormoni në moshën 18 vjeçare është shumë më e mirë se ata që nuk janë trajtuar me atë hormon. Pa i prap thotë operacioni duhet bëhet patjetër, ndërsa kjo terapi hormonale i për të testisit që janë bilateral, dytë kur i kemi lart, edhe që pacienti është moshë 4-5 vjeçare, që dyshohet që ndryshimet janë më të mëdha se zakonisht. Po, e di që ka shumë kontrolla rutinore, unë e përmenda pak ortopedin e disa që janë në kalendarin shëndetësor. A duhet të vendoset edhe një kontroll rutinore te kirurgu i fëmijëve? Po të kuptoj, po jo, këtë e bëjnë neonatologët dhe pediatrat e neonatologët e Kosovës kanë një përvojë jashtëzakonshme që mund me diagnostiku dhe çdo rast që dyshojnë e dërgojnë. Të kthehemi tash te problemet e testisit. Testisi ka 3 lloj qeliza. Qelizat e sërtollit të llajdigut, si edhe qelizat germinative që janë prezent, që janë përgjegjëse për fertilitet. Sërtolli llajdigu janë qelizat e cilat mirën me prodhimin e testosteronit. Deri në moshën 5 vjeçare, në rast se nuk operohet, qelizat e sërtollit llajdigut nuk kanë ndryshime, kanë qelizat germinative. Nësa që se kalojme edhe moshën 5-6 vjeçare, atëherë fillojmë i pa ndryshimet të në qelizat sërtollit edhe të llajdikut. Do të thënë përveç infertilitetit, atakohet edhe prodhimi i testosteronit. Arsye tjetër, është vërtetuar që te rastet të cilat janë të patrajtuara për një kohë gjatë, do të thonë fëmijët në pubertet ose jashtë pubertetit, nëse kalojnë pubertetin dhe esin me retencë testinise, ndryshimet degenerative që ndodhin në indin testikular janë gjendje prekanceroze edhe ata e kanë 33 deri në 5000 herë shansën më të madhe më prek prej karcinomës të testisit në mosha madhore. Çka kuptoj moshën madhore? Prej moshës 30 deri në moshën 40 vjeçare. Domethënë duhet patjetër, janë problematika, po i them fatale, cilën do që e shikon, sepse edhe infertiliteti, edhe tumori apo kanceri i testikujve. Infertilitetin nuk është fatal për pacientin, po do të thonë ka mundësinë e pamundësinë për me kriju pasardhës. Me kriju pasardhës. As më shumë prindërit duhet me pas kujdes në rast se i kemi të dy testiset në alt, kur na i quajmë bilateral. Po. Ndodh edhe të dy testiset i kemi të pasbrituna. Do të thonë atë rast të dy testiset janë të atakume edhe të dy testiset janë të rrezikume. Për atë preferohet që mosha operacionit në Kosovë mes moshës 1 deri në 2 vjeçare, gjithë fëmijët duhet të operohen për kësaj. A bëhet nëse i ka të dy testikujt të cilët nuk janë në vendin e vet, a bëhet intervenimi brenda një operacioni në të dyat? Shumicën e rasteve nuk i punojmë të dyat për menjëherë, jo për shkak se ekzistojnë rreziqet e infeksionit edhe ekzistojnë rreziqe ndryshme ku atëherë i atakojmë të dy testiset. Zakonisht është një muaj e gjys mbes ndërhyrjeve. E kemi edhe një fotografi tjetër, nëse nuk gaboj, ku të paktën këta që dashte me u nal pak më shumë. Po, këshim vazhduar pak për testisin, kjo është një ndër komplikimet. Komplikim tjetër i cili është te testisi pas britun, quhet torzioni i testisit, që kjo fotografia në nalt, që nuk më përdon, pas shkak se testisi nuk ka zbrit, është nalt, është i pa fiksum një farë mënyre, ekziston mundësia rrotullimit rreth boshtit vet. Që këtu po vrehet që është rrotullimi. Testisi normal, këtu është i rrotulluar. Çka nuk kupton kjo? Kjo është një gjendje e emergjencës, ku për shkak se testisi nuk është i fiksuar, është rreziku i rrotullimit rreth boshtit të vet. E ndërpret qarkullimin e gjakut, edhe brenda 6 orëve duhet maksimum të intervenohet kirurgjikisht, përndryshe shkohet gangrenë e testisit, që duhet ta hekim testisin. Kur atakohet kjo moshë, kjo është patologji tjetër që i atakon fëmijët e posalindur ose fëmijët në pubertet. Si dallohet kjo? Kjo fillon me dhimbje të forta, fillim moshë aty mund të më gabu në koleg, për shkak se fillon me dhimbje të barkut, dhimbjet janë të forta, ka njerë kanë edhe vjellje, më vonë lokalizohet në testis. Testisi është shumë i dhimbshëm, nuk lejon pacienti më prek i ajun. Nëse brenda disa orëve nuk intervenojmë, atëherë zakonisht fatkeqësisht duhet të bëhet hekja e testisit komplet, së bashku me funikullusin.
Kjo gjendje ndodh tek të posalindurit, e thua. Te posalindurit ka dy, ta thojmë pika kur i prek, dy mosha kur prekën mas shpeshti, janë të neonatët, të posalindurit edhe fëmijët të cilët janë në pubertet. Po çdo testis i pasbritur, i ngjecur, ekziston rreziku për torzion. Për shkak se çdo traumë apo çdo goditje mundet me ndiku që rrotullohet rreth boshtit të vet. Tek fëmijët në pubertet çfarë simptoma jep? Njëjtë, dhimbje të barkut, te fëmijët në pubertet është më lehtë me diagnostikuar se ata në gjendje më fortë. Flasin, tregon kam dhimbje. Është ai. Te neonatët zakonisht ju ikin në shtëpi për shkak se fëmia nuk qetësohet, çan, fillojnë lusin me ushqim me këto, ndërkohë është ndodh torzioni i testisit, i cili fatkeqësisht e bin mas 2-3 ditë ku vetë shohim një masë zeze fort që duhet të hiqet. Po, në një rast të tillë që ta jekin panikën tek qytetarët, në një rast të tillë, sepse tha që është 5-6 orë koha emergjente e reagimit, përveç të qorave, dhimbjeve, a ka edhe një metodë tjetër diagnostikuese? Metodë diagnostike e artë është po, quhet ehodopleri, ku në bazë të ehodoplerit e vërtetojmë a kemi qarkullim të indit testikular ajo. Edhe të rritur të neonatët bëhet ehodopleri ku vërtetohet. Po ti qetësoj familjar çdo çarje e fëmijës nuk ka torzion, këtë raste të rralla shkojnë deri në 2%, kështu që nuk janë shumë, nuk është e shpesh, është mjaft e rrallë, kështu që çdo çajt me fëmijës nuk më thonë që është torzion i testisit. Po prandaj mund të jenë dhimbje veshi, mund të jenë diçka tjetër, po zakonisht lëkura është hiperemike, që do thotë është e skuqën. Edhe kur e prek testisin, e shet që fëmia është në çajt shumë më shumë se që ka çajt më herët. Domethënë të kemi kujdes në këto pika. Dhimbje të forta të barkut, mos lejem i prekjes së testisit, vjellje. Ndoja të tritu të ka vjellë, të bebet jo. Jo është dhe herë, do me thonë. Që të kemi pak parasysh që mos të lidhem, sepse jemi të prirur me bë panikë. Se do më është dhe me po Google, po jo, në këtë rast Google nuk një më. Po jo. është e rrallë të neonatët apo të foshnjët, po gjdo, do me thonë, shqetësimi i madh që e shohim që kjo zakonisht është ditë e para mas lindjes. Ditë e para mas lindjes, jo ma vonë. Kur është edhe fëmia ndoshta ende në kujdesin. Ditët e para pas lindjes, do me thonë, mosha 1 mujore, 2 mujore shumë e rrallë. Mandej piku i dytë është në kohën e pubertetit. Që duhet kem... A shkaktohet për shembull pubertet, pse ju vjen, pse ndodh? A shkaktohet nga një... Për shkak se quhet Klapper-Bell sindroma që e quajmë na, kur testisi poshtë për çat gubernakullumin që përmenda që udhëhet zbritjen e testisit, nuk është i fiksuar. Derisa testisi normal është i fiksuar por indin të rreth dhe nuk e lën me lëviz, edhe ka formën, domethënë forma më vezake, në këtë rast quhet Klapper-Bell për shkak se është e ram, ku pesha e gravitetit ndikon edhe nuk është i fiksuar që i mundet të rrotullohet rreth boshtit të vet. Po nuk ja u shkakton në fëmijëve në pubertet ndonjë goditje ose ndonjë... Edhe ajo është e shkakton, në rast se nuk është i fiksuar, e shkakton, edhe çdo traumë e shkakton, se është shumë ma lehtë manipulohet. Nëse është i fiksuar, goditja nuk e bën torsionin. A e din pediatri që nuk është i fiksuar, për shembull ai ka zënë prindit? Jo, s'mundet më vrejt, ajo është i fiksuar ajo. E çysh me dit? Ato e dim, domethënë me kohë, ajo e dim kur fillojnë dhimbjet në farmonive. Vetëm atëherë. Atë nuk mundet më vërtetua ajo. Nuk ka metodë që e shohim rena është i fiksuar ajo. Goxha tinxare, kështu si anomali ta themi. Si anomali është tinxare. Shqetësuese edhe tinxare njëkohësisht. Ndërsa fotografia e përshkruan të njëjtin problem, apo? Po, kjo është testisi domethënë si zbret në numrin në rrugën skrotale, rruga e drejtë apo rruga fiziologjike. Supozohet që tash është multifaktoriale. Faza para dhe faza dytë, shumica në rasteve është e atakuar faza e dytë, faza hormonale, ku testisi nëhet në kanalin inguinal. Është i ngjitur me përreth, gjatë punës operatore duhet me pas kujdes për ductus spermatikusin, që me mos mu lëndu, edhe end e gjakut, që ato quhet funikullusi spermatik, janë elementet e funikullusi spermatik, të cilat lirohen prej indit përreth, që të arrihet zgjatja testisit edhe gjatësia mjaftueshme për me mbrit testisi në qesën skrotale. Një ndër kufizimet e kriptorhizmit, se fjala kriptorhizm vjen prej fjalës greke të lashtë kripto, është domethënë ai altari i kishës, edhe hizëm i mshefun, domethënë është i mshefun, testisi që është i mshefun, nuk po prekët, është që duhet kemi jashtëzakonisht shumë kujdes në manipulim. Manipulimi me testisin na vërteton. Çka ne kuptojmë testisin, në rast se gjatë manipulimit mjeku me dorë nuk mundet testisin ta sjellë deri në fund qesës skrotale, lirshëm pa tension, atëherë flasim për retencë. Tash një pyetje tjetër që po ashtu është për me qetësu popullatën. Nëse fëmia lind me këtë problematik dhe po presim ne 6 muajt e parë siç rekomandove, diku rreth muajit 3-4 vjen testisi në vendin e vet. A mund të rikthehet, a është rrugë e mësuar ajo? Janë dy patologji të cilat shpesh dikush i quajnë një patologji, dy i quajnë dy patologji. Quhet një është ascending testis, testisi ngjitës, ku fëmiu mbas lindjes është vërtetuar që testisi është në rregull krejt, po muajin e 5, 6 ose 7 thotë jo nuk është më.
Po shkak se elementit janë shkurta dhe mes zgjatin e fëmijës, me rritjen e fëmijës nuk e ka përcjell rritjen edhe testisi shkon nalt. Ndërsa testisi mobil, që e përmenda ma herët, është gjendje që duhet me qenë sigur që është mobil, që mos me na ikë në ascendin, se ascendin testis duhet më operu, ndërsa mobili është kur testisi lëviz poshtë edhe nalt. Atëherë kërkohet një bashkëpunim me familjar që me vërtetu shumicën e kohës është poshtë, është nalt. Se nëse shumicën e kohës është poshtë, do të thonë po shkon ndonjëherë nalt, nuk prekët. Nuk operohet. Është normale ajo. Po nëse shumicën e kohës është nalt, edhe ndodhin ndryshime degenerative për shkak temperaturës rritës tuaj, atëherë preferohet ndërhyrja kirurgjike. Por në këtë rast pritet më shumë se 6 muaj, domethënë tash i jepet kohë më shumë. Po, përcjellet testisit duhet kontrollat e rregullta, përcjellet dhe shohim më pak se 2 vjet, e bëjmë një lloj ditari që shohim a është poshtë nalt shumicën e kohës, përcjellet ultrazam, matën diametrat, a është mungesë në zhvillim ajo, edhe mandej kemi disa indikatorë që na tregojnë a është u damtu testisja jo. Kemi edhe një fotografi të fundit, nëse nuk gaboj. Nashta besi... Okej. Dhe kjo është ajo që e spjegove deri me tani, rruga e drejtë, rruga e durës, zbritjes. Është hyrja kanalit në kanalin brendshëm inguinal, ku vjen nalt edhe zbritet poshtë. Rastet matralla që i kemi me intraabdominal, ato janë pak mas sfiduese, edhe duhet të operohen, shumicën e rasteve ne i punojmë edhe me laparoskop, ku ndikohet nëpërmes laparoskopit ndihmohet testisit të shohet në kanalin inguinal edhe të zbritet. Ka raste ku i punojmë 2 faza. Faza parë që e fiksojmë testisin në inguinum, për intraabdominalit, faza 2 e zbresim poshtë. Është një metodë që e përdorim mjaft rrallë, quhet metoda sipas Stefan Fowler, është metodën të cilën e bëjmë vetëm kur nuk kemi rrugë tjetër. Për shkak se vaskularizimi i testisit është edhe nga muskuli kremaster, atëherë bëjmë këputjen e enëve të gjakut të testisit, me supozim që vaskularizimin e merr prej muskujve. Po fatkeqësisht kjo metodë gjithkund botë suksesin e ka 50%. 50%. Do të kthehemi në ulset dhe të ndalemi pak te intervenimi. Megjithëse ti tha që nuk është shumë i komplikuar edhe është shpejt si intervenim, domethënë nuk zgjat shumë minuta, po ndoshta është mirë t'ju spjegojmë prindërve. Është anestezion i përgjithshëm. Puna parë kur pyesin pacientat sa zgjat. Përgjigjen që ja japim është zot çat sa ka nevojë. Domethënë nuk him me minuta. Varet prej rastit. Varet prej rastit, zgjat çat sa ka nevojë dhe që e vlerësojmë natë që e bëjmë më të mirën për pacientin, që pacienti është në qendër të vëmendjes. Sa është më mirë për to, aq e bëjmë. Po, shumicën e rasteve i përdorim me 2 prerje, një prerje në inguinum, ku fillon preparimi i testisit. 99% të rasteve është qesja herniale prezente, që bën bruhën. Ndahet procesës herniale, lidhet qesja herniale, fitojmë gjatësitë mjaftueshme të testisit, bëhet incizioni i dytë në skrotum, në qesën skrotale poshtë, edhe mandej testisi nëpërmjet kanalit vendoset në skrotum, në xhepin e dartosit, që quajmë struktura anatomike këto, mos ja komplikoj. Po jo, shumë mirë që e përmend këto, se në mendje po ata me të pyet, sepse zakonisht me atë sa kam njohuri unë, gjatë një operacione të ndryshëm në abdomen, shpesh në plagën e operacionit mund të krijohet hernia ose bruhi. Fëmijët çojnë pa u ndal, edhe mund ta shkaktojnë edhe hala më shumë. Do të thonë, a mund ta kemi një operacion të them thojza të dytë mas kësaj? Jo, zakonisht mund të qenë retenc hidrogjen, retenc iatrogene, kur na ik, do të thonë nuk ka qenë mjaft është nuk i liruar sa duhet. Testisi ka qenë i shkurtë edhe është vendos poshtë, kthehet prapë lart. Por ndryshe 99% këtu e nalim edhe qesën herniale. Gjithmonë ka qesë herniale të cilën e lidhim edhe nuk paraqitet më herni. Çka është me rëndësi gjatë punës operatore? Testisin kur e vendosim qesën skrotale nuk duhet me pas tension. Nuk duhet me qenë, domethënë, i tensionum. Ajo e damton qarkullimin e gjakut me kohë. Rastet të cilat i operojmë, sipas literaturës botnore, në bazë atyre, 99% kalojnë mirë. Intraoperativ nuk kanë probleme, testisi vendoset mirë. Po, problemin kryesor këtu e kemi, domethënë, mos harrojmë te çrregullimi i qelizave hormonale të cilat janë brenda testisit, ato janë intratestikulare. Këta pacienta në një pjesë aty me diku rreth 25-30% kanë probleme me fertilitet. Domethënë nuk janë infertil, po kanë probleme me fertilitet. Prandaj është patologji e cila nuk duhet të anashkalohet. Është patologji e cila kërkon seriozitet qasje, por me pas fëmijë një kvalitet jetës. Si patologji njëhet për kohëve antike. Po anatomia është mësuar diku në shekullin e 16, si zbuhet zbritja,
ndërsa trajtimi modern është 20-30 vitet e fundit. Po, kjo intervenimi i retencës testisit i kësaj që po flasim, me siguri ju tash sa vite edhe e bëni me fëmijë të shumtë, a bëhet edhe në spitalin rezonanca? Po, pa problem. Kjo është një ndër operacionet shpeshta që kemi në spitalin rezonanca. Rezultatet janë të jashtëzakonshme, nuk ka domethënë kurrë problematike. Bëhet domethënë sipas protokolleve, të cilat janë që bëhet gjithmonë protokolli i njëjtë si në Gjermani, si në Itali, si në rezonancë është i njëjtë. Se s'kemi nevojë me shku kërkon se kemi rezonancë këtu dhe s'kemi nevojë me më larg asaj për ato, por edhe rastet që janë më të komplikuara bëhen ndërhyrje me laparoskop, ku asistohet nëpërmjet laparoskopit të zbritet testisi poshtë. Po. Tash kur të rriten këta fëmijë që janë operuar, është intervenuar te ky problematik, a mund të kenë ndonjë problem tjetër? Përveç që një pjesë e tyre nëse janë të diagnostikuar vonë ose kanë prit gjatë që mund me pas probleme të infertilitetit, apo që moshën janë operuar në moshën pas pubertetit, ta quajmë, ata sigurisht duhet të kalojnë për screening programin e onkologëve me pa mos po alternon në tumor të testisit. Rastet që rrallin ato raste, domethënë moshat 14-15 vjeçare që e kanë mbajt, po duhet me pas kujdes në të ardhmen. Ti e thema herët që ende nuk është gjithë shkaktari kështu, po a është gjenetike diçka? Janë 3-4 faktorë që ndikojnë, edhe gjenetika luan rol. Sigurisht që edhe ajo si çdo smundje tjetër e ka një farë gjeni që e ka përgjet. Po këtu janë dy faza, më shumë supozohet që është për shkak të gjandrave hormonale që prodhohen në tru. Të nanës apo të foshnjës. Domethënë nuk ka rëndësi nana çka konsumon. Jo, nana në këtë rast është komplet e pafajshme. Ta hekim të faktën, ta hekim çat barë se këtë barat po na gjujnë edhe nanave. Jo, absolutisht jo. Me ushqime, domethënë s'ka të bëjë nga ajo çka ne as regjimi nanës punën që e ka bëjë nuk ka të bëjë kjo hiç. Është thjesht hormonet e foshnjës. Domethënë hormonet e foshnjës në qendrën e caktuar në tru, tash mos foli me terma mjekësor, që domethënë nuk kanë liru sa duhet edhe ka mungu ta quajmë ajtja gubernakulumit që udhëheq lëvizjen e testisit drejt kanalit inguinal në skrotum. Megjithse e tha që është një problematik që edhe le diagnostikohet nga profesionistët e pediatrisë, neonatologjisë, edhe që intervenimet janë të lehta. A ka në Kosovë vedisim të mjaftueshëm rreth kësaj problematike nga rastet të cilat trajton? Besoj që kanë filluar me vedisu, megjithse fatkeqësisht ende kemi raste që vinë në mosha më të shtyra se sa që preferojmë. Kemi moshë 4-5 vjeç. Pse shtyhet kjo? Çfarë mendon doktor? Zakonisht është neglizhencë. Shpesh ka edhe raste që jo u kanë tërheq vërejtjen, po e kanë neglizhuar se ju ka dukur që nuk ka çfarë problem. Problemi nuk ka në mallsinë e testisit në këtë rast. Se kur flasim për ta quajmë ashtu humbje të volumit të testisit, veç jemi pak vonë. Domethënë është damtu testisi. Shpesh testisi me sy duket mirë kur e zbresim poshtë, po ta kemi parasysh që kalimi i kohës bën dëmtimin në nivel qelizor. Qeliza dëmtohen. Edhe aq më shumë që pacientët që e kanë këto edhe nuk operohen, ata kanë sigurisht edhe një farë problemi psikologjik në të ardhmen. Pacientët domethënë kur hin në adoleshencë nuk kanë mundi rahat. Nëse humba testis, është probleme tjera ku me vetë besim edhe ka probleme tjera që i takojnë elementit të psikologjisë mandej. Ndërkohë, nëse operohet me kohë, a mund të shfaqet si problematik kur të rritet në pubertet në sen diçka e ngjashme prapë? Jo, nuk shfaqet. Kjo është domethënë zakonisht të zbresim poshtë, fiksohet, është në xhepin që quajmë në testin celulare dhe problemi zgjidhet. Dy prerje, një në inguinom, një në skrotum. Edhe është normale ai fëmijë. Po, krejt normale, nes është a ditë shkon shtëpi. Domethënë mas operacionit shkon në shtëpi në gjendje normale, nuk ka kurrë probleme. Mas 7 ditë e bëjmë një kontroll, edhe një kontroll tjetër mas 3 muajve, e vërtetojmë që testisi është i ngjitur në pjesën e qesës skrotare dhe mos nuk presim probleme. Dhe ceke pak më herët kur ishim tek monitorit që janë disa metoda të intervenimit. Domethënë, cilën e rekomandon ose e praktikoni më shumë në rezonancë? Është metoda që sipas Schumacheri si quhet, që në përgjepjen e dartës, kjo është metodë që përdoret gjithkund në botë. Më e përshtatshme. Më e përshtatshme dhe është më falënderuesja për pacientin. Rastet të ralla janë ato që tham me laparoskop, kur një trap abdominal që duhet me ndihmu, laparoskop nëpërmjet laparoskopit e shtym domethënë testisin në kanalin inguinal që me mujt me tërheq poshtë. Ndërsa metoda që ja tregova kur është shumë i shkurtë, se ndonjëherë nuk mundet me ardhur për shkak të elementeve, nuk mundet me zbrit. Atëherë shkojmë në atë metodën e cila është 50-50%, që nuk kemi rrugë tjetër ndërpretën e antigjakut, vetëm duktusi spermatik, zbritet testisi poshtë, se supozohet që e merr vaskularizimin prej kolateraleve. Kolateraleve në end t'i quajmë ndihmëse anësore që i ka muskuli kremaster. Po. Megjithëse ndoshta kjo pyetje do duhet të marrni përgjigje edhe prej anesteziologut, po prapë se prapë ju jeni
të fushës së shëndetësisë, a ka problem nëse... Na me anesteziolog nuk ndahemi, një jemi. Prandaj edhe po marr guximin me ta bëj si pyetje, a ka problem nëse një fëmijë ka të dy testisuj, larë dhe njëri intervenohet, operohet tash dhe tjetri pas 2 muajve, të futet fëmija 2 herë brenda 2 muajve në anestezian? Absolutisht, është e vërtetuar që nuk ka kurrë problemi. Nuk ka problem. Po edhe kjo është, unë e them shpesh, ne nuk kemi nevojë kur gjë me zbulu. Fatmirësisht mirë dhe të e keni nënë të shqetsune. Po mënona me konë prind. Qartë, fatmirësisht i përcjellin protokollet që i punojnë, domethënë qendrave të mëdha të shteteve të zhvilluara. Po. Protokolli amerikan, protokolli gjerman, nordik, zvicran, shumicën e klinikave edhe i kemi vizituar bashkë me kolegë. Nuk e diskutojmë këto kurrë problematike nuk ka. Nisur nga çdo gjë që na rrethon, informacionet ndoshta ad hoc që i marrim, shpesh kemi dëgjuar që thuhet që nëse janë operacione që mund të shtyhen deri në 6 vjet është mirë mos më e fut në anestezian fëmin. Prandaj ta bën edhe këtë pyetje. Deri para luftës dytë botnore është menduar që kjo ndërhyrje mundet të operu deri në moshën e pubertetit. Edhe është menduar që e kanë thujtur në atë kohë ndërhyrje estetike. Do të thonë e zbresim testisin për arsye estetike. Jo funksionale. Punimet që janë pa, do me thonë, në biopsi të indit testikular, është vërtetuar që në moshën 1-2 vjeçare, indit testikular është normal si të ky që ka ngecë, si ai që i ka poshtë. Po me kalimin e kohës, indit testikular dëmtohet. Për atë arsye, kjo nuk guxon mu shty. Ajo është, do me thonë, mirë që e bon, që është metode vjetër, që ndoshta në vitet e 70-ta është bërë edhe në Kosovë, se ka qenë atë kohë mësim i tillë që është vetëm në ndërhyrje estetike, po nuk është. Ndërkohë që nuk është jo estetike, është mas pakti, sepse më shumë është funksionale. Është përgjegjësia e prindrit me mendu për mirëqenien e atij fëmie, për funksionimin e atij fëmie kur rritet, për krimin e familjes së atij fëmie etj. Edhe krimin e familjes, edhe rrezikon nëse neglizhon. Degenerimi i qelizave gjerminative që ndodh gjatë fëminisë, në moshat madhore 30 deri në 40 në alteron në smundje malinje. Karcinom që thotë populli, që është rreziku shumë i madh. Kjo që duhet të kemi kujdes të shtuar. E di që nga temat e ndihshme të cilat janë tek të posalindurit, prindrit janë ata që i marrin me panik. Edhe do doja shumë që t'ju tregoje qoftë përmes një mesazhi tënd si kirurg i fëmijëve që nuk ka nevojë për panik, por ka nevojë për kujdes të shtuar. Absolutisht. Kjo nuk është smundje që duhet me ngjall panik, është anomali konjenitale e lindur. Trajtohet pa kurrë problemi. Çka duhet me bëu? Duhet me qenë kontrollat e rregullta te pediatri. Shumica, 99% pediatrave i diagnostikojnë pa kurrë problemi gjatë rutinës. Por çfarë do dyshimi që kanë mund të drejtohen në spital, ku i shohim pa kurrë problemi kjo zgjidhet. Nuk është diçka që ja vlen mu shqetësu. Po nuk duhet me neglizhu. Por duhet jemi vigjilent. Nuk duhet ta neglizhojmë mas moshës 3-4 vjeçare me tonë se kur të kom kohë e rregulloj, jo. Mirë, tash prind të cilët janë duke na ndjek dhe e kanë një fëmijë në moshën 5, 6, 7, 8 vjeçare ku ta dijon dhe e kanë lënë hajt sot deri nesër se s'ju ka dok shumë problem serioz dhe ju ka dok më shumë estetik. Inshallah skemi të tillë, por ja që t'ju përgjigjemi dhe atyne, çfarë duhet të bëjnë tash ata? Shpresoj që nuk ka. Edhe unë thash shpresoj që s'ka. Po s'mund ta menjanojmë si po ajo është ndërhyrje kirurgjike sa më shpejt. Ajo do të thonë është që nuk duhet më të shtyhet. A është i njëjtë intervenimi edhe në atë moshë? Nuk zgjat më shumë ose? Jo, intervenimi është i njëjtë. Lirohet prapë brenda ditës? Po, lirohet brenda ditës. Në varësisht sa është nalt edhe ndryshimet, apo të shohim dëmtimin testisjen më të mëdha, sa më nalt për shkak se tash nalt të 37 gradë, poshtë 33, sa temperatura më e madhe, ndryshimet janë më të shprehuna. Po pa marr parasysh ajo, të e di që alteron në kohën e kur është i rritur në matur, ky do të zbritet sa më shpejt poshtë. Po, shpesh, sidomos viteve të fundit edhe para disa jave kemi diskutuar edhe për cirkumziona apo synetin që është ngjihet edhe si term në popullin tonë. Tash është vedisu populli dhe po i bojnë fëmijët synet gati me njerë sa po lindin, muajin e parë, javën e para. A mundet me qenë kjo diçka pengesë edhe më e madhe apo s'ka të bëj fare me atë? Jo. Nuk mund s'ka të bëj me atë. Me thonë që janë të lirë me e bë, pinsunet në ndërkohë me përcjell deri në 6 muaj granjen e testit. Jo, nëse është retenca e testisit, nuk ju kisha preferu. A prandaj po të pyes? Nuk ju kisha preferu me bëj cirkumcizion, por shkak se fëmia ka më fut në anestezian. Prandaj të pyeta, domethënë nuk preferohet. Pak vende në botë e bëjnë cirkumcizion apo synetin që shpeçojmë na lokalisht, me anestezion lokal.
Në Kosovë bojnë lokal? Në Kosovë bojnë, Po. fatkeqësisht. E din nga djemë të me? Po fatkeqësisht bëhet ajo. Jo që ka ndoj dam, po trauma për pacientin është shumë e madhe. So është trauma për pacientin. E vërtet. Edhe një kohë është me ndu që fëmijët e vegjël nuk e kanë ndjesinë e dhimbjes si të rritunit. Ajo të rri ka ra poshtë më ti. Edhe neonatët, foshnet, ndjenjësinë e ndjenjës të dhimbjes e ka njëjtë si i rrituni. Po, e qartë. Po është me ndu që ka, po punimet e fundit e ndërkon që ata e njën dhimbjen. Saj nuk mundet me artikulua dhimbje, po problem tjetër. Tjetër më havet, do me thonë. Po prapë se prapë nuk rekomandohet sunet i javmive nëse ai ka retencë së testisit derisa presim një intervenim tjetër, kur mund të bëhen intervenimet brenda një anestezioni. Pacientat të cilat cirkumcizohen apo që bëhen suneti me sedim, jo me anestezion përgjithshëm, ato e kanë domethënë si procedurë shumë jo traumatike, pa traumatike, jo traumatike ta quaj, nuk marrin asnjë farë traume dhe nuk e kanë një përvojë të hidhur me kontaktin me mjek ose me gjatë asaj periudhe. Nuk tutet prej mantillit bardh. Doktor Baton, unë pata shumë kënaqësi që të pata sot. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Faleminderit për këtë informacion, unë shpresoj të kem prapë sepse kirurgjia e fëmijëve ka një mëri problemash që mund t'i trajtojmë bashkë. Ne mundova të jem sa më praktik, nuk fillu me ndryshimet e qelizave, si ose komplikojmë më shumë. Nuk ju vyn. Shpresoj që kom qenë i qartë edhe pacientat e kanë kuptuar. Prindërit mos të kanë panik, po është gjendja që i rregullohet dhe nuk ka nefar problemi. Faleminderit shumë për kohën edhe përgjigjet. Faleminderit ju. Të dashur miq, së bashku me doktor Baton Kelmendin, kirurg i fëmijëve, kemi folur për një prej problematikave që është e shpesh, po shpesh neglizhohet. Kështu që për gjithë juve prindër të cilët jeni duke u përballur me një problematik të tillë, as pak nuk ka vend për panik dhe shqetësim, siç e tha dhe doktor Batoni, nuk ka nevojë për me lyp mendime tjera, tashmë në rezonanca dy spitalin janë teknologjia më e mirë, mjekët më të mirë, intervenimi bëhet shumë shpejt, fëmia vjen brenda ditës në shtëpi edhe është i qetë, edhe fëmia edhe prindi e ka të qetë ndërgjegjen e tij për përgjegjësinë që ka ndaj atij fëmie. Ne do të vazhdojmë me një temë tjetër, shumë të natyrës tjetër, por që ka po ashtu një rëndësi jetike, se më ra me përsërit shumë këtë fjalë, por kur flasim sidomos tek sëmundjet malignë, që fatkeqësisht është një numër në rritje, ajo që ka rekomandohet shpesh për mirëmbajtjen dhe për përcjelljen e asaj sëmundje është PET-CT-ja. Fatkeqësisht në Kosovë, në institucionet tona shtetërore ka ardhur shumë vonë, në ndërkohë që rezonanca 2 spitali e ka tash 8 vite nëse nuk gaboj. Në pjesën e 2 të emisionit, së bashku me doktoreshën Serbeze, radiologe, do ta flasim në detaje PET-CT. Dhe jemi bashkë ende dashur miq. Faleminderit shumë që vazhdoni me qëndru me emisionin Familja Jon. Faleminderit shumë që jeni të rregullt çdo të diel në ora 16 bashkë me neve. E sidomos faleminderit shumë që çdo herë jeni aktiv në rrjetet tona sociale, duke na dërguar pyetje